se videoklipet tona nuk penetrojnë andej, sepse ne nuk kemi industrit mirëfillt muzikore, ne nuk kemi producent mirëfillt të cilët krijojnë një koneksion, një konjunktur me si modrët e tyre lartë në bashkëpunimi dhe në fund fare nuk kemi treg që interesojmë kompanive të mëdha. Domethënë jemi ndoshta një lagje në New York dhe në të gjithë ambullinë e kësaj lagjes, mos harrojmë faktin që industria e videoklipeve ka shumë mangë të tjera të errta dhe një ndër të cilat është blerja e klikimeve. Dhe në fillim, ne si shqiptarë që kemi qef të masturbojemi duke parë veten në televizor dhe sa të fortë dhe të mirë jemi dhe të suksesshëm në rastin konkret, pati një boom të madh abuziv në blerje, sa që YouTube-i u tha, "Çfarë është ky popull? Pa, çfarë që kanë këta çuna? Dëgjoni këta çuna." Në ky moment dhe gati unë mendoj sikur që një shkëndi për ata çunat, sepse nuk e kishin aplikuar në asnjë vend tjetër të botës, thanë, "Mirë, mos bëni në mënyrë abuzive, po janë nxjerrë unë, blini të mua këto klikimet. Me që keni qef që ta shihni veten." Por, tashi, mos të harrojmë që nëse do flasim edhe me shifra, është industri triliona dollarësh e gjithë këtë gjëja. Dhe në ndikimin e këtij cikli të mbyllur të triliona dollarëve, se kush do japi çfarë, nëse imazhin ma orienton ky popullat apo e orientoj unë, apo është një algoritëm i madh me bazë natyrore që jemi ne së bashku me këto trajtuesit të mëdhenj që ne japim informacionin si YouTube e gjithë rrjetet. Në të gjithë të masivitet, mendoj që edhe vizualisht, edhe videoklipi duke u shkurtuar, duke eksperimentuar shumë lloje të tjera imazhesh nga aty, nga kuadri, në mënyra të ndryshme se si do t'i vijë dhe perceptimi i kësaj gjës, kaloj prapë ajo gjë ime që do të ketë një kolaps, një shpërthim të bazës me pseudo intelekt, edhe ndoshta pas 50 vjetësh do të rifillojmë të flasim për një qasje të re të videoklipeve të njeriu. Për momentin është pak. Nuk e di ku po shkoj, qa po bëj ende mu në këtë qytet. Eja jote më mundon edhe më prek, ma po shpirtin më cope qik. Në çdo fyty të një femre të shumë, do shta të shumë, por nuk të njo. Dhe për mua ti falja, të mos e qaja, këtë besime ke për ralla, ti e gjikalla, ajo që bën kërkër e laja, tregimi laja.